Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasan ya rabbal alamin. Allahun e falenderojmë, selavatet tona drejt Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun xhalla shanuhu e lutim dhe i thojmë o Zoti më mëson ata e cila është e dobishme dhe na mëson të kemi dobi nga ajo që mësojmë, na shto deturinë, sinqeritetin dhe veprat e mira. Të nderuar vëllezër, rrugtimin ton të kërkimit të dijes dhe të realizimit të projektit më të madh për të cilën jemi krijuar është nënshtrimi dhe adhurimi i vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të vazhdojmë me një seri të re të trajtimeve, një seri e cila, si çdo seri tjetër dhe si çdo takim i joni tjetër, si çdo ditë dhe si çdo angazhim që secili prej neve duhet ta ketë, duhet të shërbej qëllimit më madhor për cilin jetojmë. Projektin më të madh me të cilin kemi mundësi të angazhohemi, ajo është të dalim Allahut subhanahu wa ta'ala musliman para tij. E pastaj këto trajtime, edhe pse ndrojnë formë, edhe pse ndrojnë qasje, edhe pse mund të kenë nivele të ndryshme të argumentimit edhe të formulimit, padyshim se është një objektiv i caktuar. Ky objektiv, të nderuar vëllezër, i lën shpesh herë pas dore nga besimtarët, e i neglizhuar, e ndoshta jo rrallëherë të alarmuar për krizat në për cilat mund të kaloj ky projekt dhe ky target ose ky angazhim qëndror i jetës tonë. Ka nevojë të vëllezër që të rikthehemi nga kënde të ndryshme, ta diskutojmë e ta bashkë diskutojmë nga kënde të ndryshme. Dhe secili nga këto kënde, nga të cilat i qasemi këtij rrugtimi dhe këtij projekti, synimin e ka një. Dhe po e ripotencoj disa herë. Ajo është që të mbesim musliman, të mbesim besimtar, të jetojmë të tillë e të dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala të tillë. Kujdo që kjo shprehje i duket e parëndësishme, kujdo që këtë projekt e sheh të lehtë të kalueshëm, kujdo që ky formulim nuk i troket fuqishëm në zemrën e tij dhe nuk e zgjon nga çfarëdo lloj gaflete dhe shkujdesjeje, dini të nderuar vëllezër se ai më tashmë e ka humbur rrugën dhe dalje e tij jashtë rrugës, përfundimi i tij pastaj pas daljes së tij jashtë rrugës mund të jetë vetëm çështje e ditëve dhe çështje e kohës. Të nderuar vëllezër, kur flasim për fe, shpesh herë na duket sikur po flasim për diçka shumë abstrakte. Sikur po flasim për diçka e cila është shpesh herë edhe ai që flet, edhe ata të cilët ndëgjojnë, flasim për diçka që po kalojmë disa momente të iluzionit edhe të kënaqësisë momentale, por se është vështirë që e tëra ajo që flitet pastaj të zbritet në rrafshin praktik, në rrafshin e prekjes edhe të tjetuarit me ta. E sidomos kur flitet për çështje të cilat janë gajb, çështje të cilat janë të mshefta, çështje të cilat janë të brendshme, e që njerëzit në përgjithësi nuk kanë qasje dhe nuk kanë akses në to. E njëra nga këto çështje të vëllezër, e cila është bazë e çdo veprimi, bazë e çdo pune, bazë e çdo fjale, bazë e çdo heshtje,
bazë e krejt rrugtimit ton për tek Allahu subhanahu wa taala është imani. Është imani, pra është besimi në Allahun subhanahu wa taala e në ata të cilën Allahu xhalla shanuhu ka premtu ose në ata të cilën Allahu xhalla shanuhu ka tërheq vërejtjen prej saj. Megjithatë, të flitet për imanin shpesh herë është një diçka e cila mund të mbetet në shijen e një kënaqësie, por është vështirë që të ulesh edhe të bisedosh dhe ta ulesh veten në pozicionin e një lloj kontrolli dhe një lloj provimi të vetes tonë përballë imanit dhe bindjes tonë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky rrugtim joni vëllazëru. Mendoj se atyre në cilat Allahu subhanahu wa taala do t'ja mundsojnë që të ecim së bashku, do të shpërfaq disa gjëra tepër më rëndësi, sa i përket imanit, bindjes, besimit tonë në Allahun subhanahu wa taala. Kur flasim për imanin vëllazër nderuam, është shumë rëndësi me e ja kujtu vetës disa gjëra, ajo e cila synohet të shfaqet gjatë këtij rrugtimi tonë të përbashkët. Kur flasim për imanin, flasim për një mekanizëm i cili po u funksionalizua si duhet dhe po u fut në punë dhe njeriu besimtari jetoj me ta, imani ban mrekulli. Këto mrekulli të imanit fillimisht duhet t'i vrej besimtari e duhet t'i jetësoj ato në të brendshmën e tij, në brendësinë e tij. E pastaj në të jashtmen e tij, në vepra edhe në punët e tij. Duhet të reflektoj. E pastaj mas këtyre dy rezultateve ose këtyre dy fryteve të menjëhershme, të cilat poseduesi i imanit duhet të i jetësoj dhe duhet të ka në vetveten e tij, pastaj është e natyrshme që të priten rezultatet në botën tjetër. Ama të priten rezultatet e imanit, frytet e imanit në botën tjetër, pa i shiju dhe pa i kuptu dhe pa i jetësu dhe pa i provu shijet dhe frytet e imanit në këtë botë, dijeni se është një lloj paradoksi i llojit vet. Në këtë dynjë asnjëherë nuk ka arrit me u fut në dhe me e shiju ëmbëlsinë e imanit, atë ëmbëlsinë e brendshme të imanit, ato frytet e mahnitshme të cilat i ofron imani për ata të cilët e kanë rënjos thellë në zemrat e tyre. E pastaj veprimet e tij të jashtme janë komplet të shkputura dhe nuk kanë asnjë sinkronizim, nuk kanë asnjë koordinim me imanin e tij. E pastaj me gjithë këtë shkputje të brendshme dhe të jashtme, ulet me komoditetin më të madh edhe pret se imani i tij ka më bë mrekullim botën tjetër. Jo, kjo është mashtrim. Kjo është mashtrim që ja bojmë vetes tonë. Andaj vëllezër të nderuam, kur po flasim për imanin, a dini që po flasim për të njëjtin iman, i cili ka bë mrekulli tek gjeneratat e hershme. Ka bë mrekulli tek sahabët, e ka bë mrekulli tek tabiin, e ka bë mrekulli tek tabiin, e të gjithë ata të cilët e kanë rënjos thellë imanin në zemrat e tyre. E pastaj ata është e çuditshme se çysh kanë mri dhe ku kanë mri ata, fillimisht me kënaqësinë e tyre të brendshme e pastaj me veprimet e tyre të jashtme. Mirë, nëse shohim veten tonë dhe bëjmë një lloj krahasimi vëllezër nderuam, kemi me pasë megjithatë që këto derse, që këto ligjërata, që këto trajtime të imanit, përveç se dëshirojmë me ofru vetes, me ja tregu, me e adresu veten tonë edhe tek disa porta të cilat ndoshta nuk kemi ditë as me i kërku, ndoshta nuk kemi ditë as me i lyp, për shkak se nuk kemi ditë se këto janë të lehta ngusht me imanin. Përveç kësaj, çdo dersa, çdo trajtime të vëllezër, duhet të jemi të sinqert në ato të cilën e flasim dhe dëgjojmë, se do të jetë edhe një lloj prove reale e imanit në zemrat tona. Do të jetë një lloj prove reale dhe kemi me pa gjatë trajtimeve
se ku kemi ngecje, ku kemi probleme, pse diçka nuk po funksionon, pse muslimani menon sikuna ai cili zbeson në këto parime, pse muslimani ka të njëjtat derta se ai i cili nuk beson këto mësime, pse muslimani ka të njëjtat sjellje dhe veprime se ai i cili nuk beson këto. Nëse marrim sot dhe bëjmë një krahasim mes brendësisë, asaj të cilën imani duhet me rënjos patjetër dhe duhet me e funksionalizuar veten tonë, dhe asaj të jashtmes të veprimeve tona, dhe bëjmë një krahasim me ata të cilët as nuk i bin kësaj rrugë, as nuk i bin. Na del të ndërlozë shpesh herë dallimet janë shumë të thjeshta, dallimet janë shumë të pakta. Mos më thon shpesh herë dallimet janë inekzistuese. Ka diku një problem. E ky përveç problemit momental. Përveç problemit momental, e ka një problem tjetër shumë të madh vëllezër. Ajo është vazhdimësia. Rruga dhe distanca e cila na ka mbet para vetes për ta kaluar derisa të vrim te Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër ndrum, nuk po dojmë shpesh herë po realiteti është ky. Sot hiç më lart. Sot tor namazin e ikindis. Po e shoh një djalosh i cili ka pjesë e safave. A kuptoni? Ka pjesë e safave. Edhe ishte në anën tjetër të rrugës. Thash hajde shkojmë bashkë në xhami. Po, unis, derisa erdh afër. Kur erdh afër, më këshyri kështu, me sytë e tij që s'jamën për xhami momentalisht. Ai ka koqës nuk vjen. Më këshyri, edhe ja nisi me fol, por se ka shumë problem në artikulim, për shkak se i shkon i dehun. Kur po flasim për këtë rrugtimin ton, për vazhdimsinë, për investimin, për imanin, për kujdesin ndaj fesë, për kujdesin ndaj dinit, për kujdesin ndaj harameve, për rujtjen ndaj gjunaheve, shumë prej neve të vëllezër e kuptojmë ato momentalisht. Pse bre burra, pse na u ke gjuhën kry? Edhe pse s'po na lënë rahat, por shumë mirë jemi, shumë mirë jemi momentalisht. A më banu të bindur në vëllezër ndrum, se kjo fe është madhështore. Dhe këtë fe Allahu subhanahu wa taala nuk ja lën atij i cili e ne përkam, nuk ja lën atij i cili nuk don më mësu, nuk ja lën atij i cili nuk e ka idenë se imani edhe veprimi duhet me kon të përbashkëta. Nuk ja lën Allahu xhaleshano atij i cili i bjen imani, i ngritet imani, për ta është njësoj. Sikur bjen imani, sikur ngritet imani, sikur mëson diçka, sikur nuk mëson diçka, krejt e ka njësoj. Neve në adhimet se cilin njeri. Wallahi në shpirt në adhimet. Ama e kuptoni vëllezër ndum se për dikan, cilin Allahu e ka largu, edhe e ka dëbu, edhe e ka largu pe qytyn e venave të safa. A dini çka i bën për ta? Nuk ka kiamet më të madh. Kiamet. Pa ta pejgamberi ka thonë me mate qad qamet qiyametu. Ai cili vdes ka thonë për ta u bë kiameti. Njerëz tjerë mund me jetu, mund me hangër, mund me pi, mund me kon pallate, mund me kënaq, në rregull është këtë. Për ta që ka vdek, për ta kiameti u bë. Për ta, për çdo kan, për secilin, cilin Allahu subhanahu wa taala për një arsye të caktuar e që Allahu xhaleshanu nuk e çon kërkan në pozitat e caktuar pa shkaqet dhe arsyet të cilat çojnë për këtë ato. Kur po flasim për imanin, kur po flasim për besimin, kur po flasim për rrugtimin tonë përbashkët, e qëllimi i këtyre takimeve, këtyre dersave është me mbajt veten këtë rrugë, e me u kujdes fuqishëm, e me a shpërfaq vetes tonë mangësitë dhe dobësitë, e me u ballafaqu pastaj guxim shumë me to. Kushdo që nuk guxon me u ballafaqu me veten e tij, kushdo që nuk guxon me u ballafaqu me gabimet e tij, kushdo që nuk guxon me u ballafaqu me tmetat e tij, le ta dinë se ai e ka humb në start betejën e tij kundër shejtanit. Për të arsye Allahu xhaleshanu asnjë njeri çfarë do gjunohin në dunjë që ka bën,
Allahu subhanahu wa taala, domthon nuk e sfidon mëshirën e Allahut xhaleshanu, edhe nuk e sfidon faljen e Zotit. Amo ky njeri mas pari duhet me kuptu se ka bë gjuna, duhet me kuptu se ka bë gabim, duhet me kuptu se ka bë lëshim, duhet me kuptu se ka gabu dhe me shpreh varfrinë e tij dhe pendimin e tij para Allahut xhaleshanu, e masit pendohet Allahu xhaleshanu këtë ja fal. Amo tu qëndru në gjuna, tu mburr me ta, tu e mbrojt ato, tu rezistu atij, tu arsyetu me to, atëherë problemi është se të tillët nuk mund të jenë të përmirësueshëm. Andaj të vëllezër, Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an: Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fi as-sama tu'ti ukulaha kulla hin bi idhni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Allahu subhanahu wa taala merr një shembull. Thot, a e keni pa, ose as e ke pa, ose a e ke pa shembullin që Allahu xhaleshanu e ka marrë të fjalës së mirë, sikur na shembullin e një pemë, e cila rrënjët i ka thellë në tokë, ndërsa degët i ka të ngritura në qiell. Tu'ti ukulaha kulla hin bi idhni rabbiha. E kjo pastaj i jep frytet sa herë që kërkohet, ose sa herë që i vjen koha e duhur me i dhënë frytet e saj. Ky ajet është në surën Ibrahim, është bazë e kësaj të cilën po flasim. Të fol gjatë për këtë ajet, unë do të ndalem vetëm në ato e cila është ajo që po na intereson. Ka thonë Ibn Abbasi, el kelimatu tayyiba, fjala e mirë që Allahu xhaleshanu po e përmend këtë ajet, shembulli i fjalës të mirë, e cila rrënjët i kanë në tokë, e degët i kanë qiell, ka thonë fjala la ilaha illa Allah, fjala e besimit. Fjala e imanit. Fjala e imanit edhe besimit, ku ka vendin tek besimtari? Në zemër e ka. E ka në zemër. Gjuha e shqipton, por bindja e saj është, vendi i saj është zemra. Pastaj ka thonë wa shajaratu tayyiba al-mu'min, ka thonë Ibn Abbasi. Ndërsa pema në këtë rast, cilën Allah po e përmend, ka thonë është besimtari. Pema cilën po e përmend, Allahu xhaleshanuhu është besimtari. Ndërsa Mujahidi edhe Ibn Jurayji kanë thonë el kelimatu tayyiba el iman. Ka thonë fjala e mirë në këtë rast është imani. Fjala e mirë është imani, i cili është i mbjellur në zemrën e tij. Mujahidi dhe Ikrama gjithashtu kanë thonë ash-shajara an-nakhla. Ka thonë pema, Allahu subhanahu wa taala ka bërë shembull, pema është në këtë rast ka thonë është ajo palma e hurmave. E ka thonë lejohet që të ketë edhe kuptimin e përngjasimit në këtë rast të zemrës së besimtarit. Ka thonë dhe Allahu xhaleshanuhu e ka përngja edhe e ka krahasu me pemën, për shkak se ajo pastaj i ka degët, e nga degët e saj njerëzit marrin fryte. A ka mundësi mu afru njëri të një pemë caktume e me pretendu me marrë fruta të një lloji caktuar, me thonë që kjo pemë është tjetër pemë, shembull, mu afru të një moll, nga degët e saj me marrë moll, edhe kur desha me thonë jo ke dardh. Moll, apo? Nga se pema i jep frytet të cilat ajo i ka. Po flasëm në esencë edhe në bazë. A ka mundësi që dikush i cili pretendon se është mu'min, besimtar, dhe thot se brenda ti është fjala la ilaha illa Allah, është imani, frytet e tij të jashtme me kon pema e zekumit, Allah zëvëzhi kërë ka përshku pemën e zekumit, pemë e cila është asluha, baza saj është në fund xhehenamit, e frytet e saj ka përshku Allahu subhanahu wa taala ka thonë ke ruusu shejatin, fryti i pemës xhehenamit është sikuna koka sikuna kryte shejtanit. Përveç trishtimit në ushqim, e cila kur e hajnë xhehenamit ju mbetet në fyt, as nuk shkon te poshtë, as nuk del, edhe pamjen e ka trishtueshme. Besimtari i cili me fjalën la ilaha illa Allah jeton dhe imanin e ka të rënjosur në zemrat e tij, a ka mundësi frytet e tij të jashtme me kon rana, mashtrimi, përgojimi, shpifja, nënçmimi, për ka po dalin që ato? Për ka dalin që ato pëm?
Që shka mundësi një pemë e cila një iman i cili i ka thellë rënjet në zemrën e besimtarit, ndërsa e jashtëmja e tij nuk e çon për në xhami, nuk e çon për në sadak, nuk e çon për në punë të mira. Këtu ka një paradoks, vëllezër. Këtu është një telash. Këtu diçka nuk po funksionon. Ose gjatë rrugës na ka shortu dikush. Ata cilët marrin vesh në këtu, apo gjatë pema mundet me pas të tërbaz, ama e ka shortu dikush. Të ka mjell diçka tjetër. Mullë kena mjell që ta, pëtën. Mullë kena mjell. Ama gjatë rrugës të ka shortu dikush. E ka fut një pip tjetër aty, edhe hiq pa e vrejt, mas disa kohë pëtën këshe, gjysa e pëmës ashtu, gjysa e pëmës kështu. Dishka ka ndodh. Dikun nuk tjetër su komplet, e dikun ka me do fryte të bazës edhe të esencës, ama është shërtu. A dini o vëllezër ndërrup sa përpjekjet janë për me na shërtu? A dini sa përpjekjet janë për me të shërtu? E me të futa, po pëtën, përpjekje për me materializmin, e feminizmin, izma sot dush, shto sot dush. Ai i cili nuk e ruan trungun e tij, ai i cili nuk i ushqen rënjet e tij, ose kanë më tha, ose dikush tjetër është i gatshëm me najt me gërshana, po thonë edhe ka me të mill diçka tjetër. Për ata nuk është e çuditshme pastaj kur shohëm i njëjti njeri çytu namaz, po thonë e ka dhënë gjys fryti namazit, si del më pas çatje, po tham bili ndaj pemë të mira, po therra, betera, po thonë ku me di çfarë fryti del prej si, po thonë. Në vëllezër drum, nëse kthejmë tek sahabët, edhe kthejmë tek gjeneratat e hershme, ato gjeneratat të cilat për neve janë shembulli se si duhet formu, si duhet eduku, si duhet mendu. O vëllezër, o wallahi, çush ka thoni Imam Aliku, la yuslih akhir hadhihi al-umma illa kama saluhat awwaluha. Nuk ndreqet ka thon funi i këtij ummeti, ka thon përveç se çu ndreq fillimis, ndreqet të vllapën. Se kjo feja Allahu subhanahu wa taala nuk është produkt i njerit, nuk është produkt eksperimental që dikush mundet më mbledh me thon hajde se i kanë rënë fije diçka tjetër. S'bëhet ndryshe. Për ata banu të bindun, edhe ata që sot për ditë do devijojnë, do në kont asje, do kësje. Unë e tregojsha para do dite për një bisedë me njërin herët, moti. Pa thonë vllapën, nuk është problemi i qësaj që ti pethu. Problemi është e qasja. Cila është qasja? Sepse qasja jon është determinuese pastaj në vazhdimsinë e rrugtimit, në pranimin e argumentit, në refuzimin e argumentit e kështu me radhë. Qasja problem. As gjunoj nuk është problem, nëse njëri e kupton peshën atë merren në gjunoj. Po qasja ndaj gjunojt pastaj e dallon dhe e ban diferencën. Edhe ndaj mësimeve të fesë, edhe në qasja në argumentim, edhe në adhurim, edhe në ibadete, edhe në gjithçka. Po thënë. Për arsye ka qenë një njoftë nuk kanë atje, e ka pas shtet, për shtetet të mëdha ka pas mrapa. Shtet, po thënë, jo po shtetin komplet e ka pas mrapa. Pa do imagjino sa kanë investuar në taj, s'po flasu ma për mjetet të transmetimit, e për investim në rrjetet sociale, kështu, nisi mu boj madhe, ka pas një oratëri kozat madhe, nisi mu boj madhe, pëtën deri sa një moment për momenteve, prekin tension të nalt, prekit e Imam Bukhariu. O Allah, qatë natë që ka prek, të Imam Bukhariu, të Sajul Bukhari. Qatë natë, apo pëtën, kur mon jetën e vetë nuk ka mujt mu këfjell. Që i ka Allah subhanahu wa ta'ala do pika, do pjesë janë të ndishme. Besimtari duhet më mësu, mos me i blendu ato, mos me i prek ato. Imani vëllezër nderuam, imani është pjesë mes teje dhe Allah subhanahu wa ta'ala. Ai nuk guxon me ulon masdore. Nuk guxon me unë përkam, nuk guxon mos më investu në ta, nuk guxon me u hik, me u largu kujdesin ndaj ti. Andaj sahabët e pejgamberit alsam, na ka mësuar se çush i ka mësuar pejgamberi alsam. Edhe një prej këtyre haditheve që është mrekulli në
mënyrën se qysh pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka mësuar ata, ndërsa shumë i nevojshëm që ta kthejmë në projektin e përmirësimit ton. Hadithin e transmeton Jundub ibn Abdullah. Hadithin e ka transmetuar Ibn Majah, Sheikh Albani thot hadithi është sahih. Thot ky sahabi, thot kunna ma nabi sallallahu alaihi wasallam. Thot jemi ka me pejgamberin alayhi salatu wasallam, e përshkruan pastaj veten e na kont djelmosha 3. Don sa po kemi hyrë mosh madhore para se hyrë mosh madhore në çat kohë. Thot fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Quran. Madën men këtë rregull. Ky sahabi ka thonë, e kena mësu imanin para se me mësu Kur'anin. Mas pore kena mësu imanin. Tani e kena mësu Kur'anin. Në diçka që për neve është kogja çuditshme. Kush për neve i ka shku menja që kur t'ja nis me mësu edhe kur t'ja nis fetarin, mas pari duhet me nrejq imanin. Jo, bili na shpesh herë direkt të do meselet të mëdhaja atje, direkt do mesele që asulemas merren me to, që atje dojna me hin. Pra ta thashëm të qasja. Kjo thot kunna nata'allama al-iman, e kena mësu imanin. A mësohet imania? E mësohet imani. Ky sahabi po thotë se mësohet edhe imani. Thot pastaj kemi mësu Kur'anin. E pastaj thot thumma ta'allamna al-Quran, pastaj kemi mësu Kur'anin, fazdadana. E mas e kemi mësu Kur'anin, po mas pare kemi mësu imanin, tani Kur'anin. Kur e kemi mësu Kur'anin, na u ka shtu imani. E tash këtu na e kuptojna pse Kur'ani nuk përnashton imanin. Pse s'përnashton Kur'ani imanin? Mas pari ku është qasë jo në Kur'anit? Kur është me bëha kia me bëha në provë? Kur është ahdi fundit, ku a fundit e takimit tonë me Kur'an? Me lexim, me meditim, me mësim, me përkujtim. Thot, sa herë kemi lexu Kur'an tani? Tani Kur'ani kur e ka gjetë bazën e shnosh në zemër imanin, pastaj thot na e ka shtu imanin. Andaj, imani të vëllezër mësohet, sepse mësohet për Allahun subhanahu wa taala, mësohet për emra dhe cilësitë e Allahut xhalla shanuhu, mësohet për madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, mësohet për dijen e Zotit, për fuqinë e Allahut, për mëshirën e Tij, për rahmetin e Tij, për bujarinë e Allahut subhanahu wa taala, për drejtsinë e Tij, për urtësinë e Tij, për forcën e Tij, mësohet për Allahun subhanahu wa taala. E pastaj kur e mëson njëri Allahun subhanahu wa taala dhe kur bindet në Allahun subhanahu wa taala, gjithçka që vjen pastaj prej Allahut, ajo veç na shton bindjen edhe imanin, edhe na shton qetësinë edhe rahatin e munguar në veten tonë edhe në brendsinë tonë. Andaj Ibn Omer radiallahu anhu na ndihmon shumë në kuptimin e kësaj të cilën e ka thonë sahabiu Jundub ibn Abdullah. Thot Abdullah ibn Omeri, thot laqad aishna, thot kemi jetu në një kohë, thot dhe mas pare thot na ka ardhur ose kemi mësu ose kemi jetu me iman qabla al-Quran, para Kur'anit. Pastaj zbritshin sure në Kur'an, pra në Kur'an zbritnin sure e nga ato e mësonim halaluha wa haramuha, e mësonim çka është halali edhe çka është harami. Pa pas iman, a i ban përshtypje dikuj çka është halal dhe çka është harami? Mos me pas imanat, ba përshtypje çka është halal dhe çka është harami. S'ba përshtypje. Sepse nuk e ki mekanizmin i cili e përcakton pastaj çka është halal dhe çka është harami. Thot pastaj e mësonim nga Kur'ani ku janë kufit në të cilat duhet të ndalemin. E thot Ibn Omeri. Para mendo për kanë po flet Abdullah ibn Omeri. Po flet për gjeneratat cilat vinë mas ti, për tabiend. Po flet për tabiend, edhe thot laqad ra'aytu rajulan, thot mirë po jam tu pa. Edhe po shoh thot njerëz, thot të cilët nga ju ka thonë aty në cilët kanë ardhur, të cilët e lexojnë Kur'anin nga Fatihaja deri surja Nas, thot as nuk kuptojnë kurrë prej tij e as nuk meditojnë kurrë ta. Më thonë Ibn Omerit, më ti me ata ke pas këtë të lash. Apo? Kanë po shoh ka vote ju,
aty në që janë orë për matë, mrapa ti, ka thonë, po shoh, ka thonë që prej fillimit të Fatihas e lexon, e deri në fund, ma yadri ma amaru, as nuk e din cilat janë urdhnat e as cilat janë ndalesat e Kur'anit. Kush ja ka pamundsu krejt këtë mungesa e edukimit në iman, edhe në forcimin e imanit, edhe në nështrimin dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj thot Sheikhul Islam ibn Taymija, thot Allahu subhanahu wa ta'ala rabbu kulli shay. Allahu është Zoti i çdo gjëje. Dhe është sunduesi dhe mbizotruesi dhe poseduesi i çdo gjëje. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili mëson dhe ai i cili dhuron. Pra Allahu është ai i cili mëson dhe ai i cili dhuron. Thot dhe përderisa është Allahu xhallashanu baza e çdo gjëje. Thot baza e çdo rrugtimi dhe çdo përmirësimi është Allahu subhanahu wa ta'ala. Është Allahu subhanahu wa ta'ala, thot dija për Allahun xhallashanu, pra imanin Allahun xhallashanu, në ato që ai ka urdhëruar, në ato që ai ka ndaluar, thot është baza e çdo dije. E pastaj ka thon, dhikri dhe përmendja e tij është ilaçi i zemrave. Ata kanë arrit me dhona. Thot pastaj në Majmu' al-Fatawa, thot gjithashtu Sheikhul Islam ibn Taymija, wal Qur'an yu'ti al-ilm al-mufassal. Kur'ani pastaj të jep dijet e detajume. Të jep dijet e detajume dhe ta shton imanin. Andaj e argumenton pastaj edhe me fjalën e Jundub ibn Abdullah, të cilën e përmendum pak më lart. Andaj sahabët i kanë kushtu kujdes të madh të vëllezër, disa sureve që na shumë pak ju kushtojmë kujdes. Ato janë surat al-Mufassal, surat të shkurta ka fundi Kur'anit. Surat e shkurta nga fundi i Kur'anit, thot ata i kanë kushtu shumë kujdes dhe i kanë mësu ato, i kanë meditu ato, nga se në to ka qenë baza dhe në to është baza e imanit. Baza e imanit nga se shumica atyre sureve në sure Mekkije, sure Mekase. E suret Mekase, qëllimi i tyne dhe baza tyne është rënjose e imanit, besimit të tauhidit në Allahun subhanahu wa taala. Andaj Ibn Mesudi sureve të shkurta ka fundi i Kuranit ju ka thonë Lubabul Quran, baza ose yndyra ose ajo maza e Kuranit, nga rëndësia dhe përmbajtja të cilën ato e kanë. Thot Aisha radiallahu anha, thot innama anzala awwala ma nazala minhu suratun min al-mufassal. Thot parat surat cilat kanë zbrit janë këto surat mufassal, surat e shkurta ka fundi i Kuranit. Thot fiha dhikru al-jannati wan-nar. Thot nga se në to është përmend e është fol për xhenetin edhe për xhehenamin. Për xhenetin edhe për xhehenamin. Për të arsye vëllezër ndëruar, kur sahabët janë eduku, edhe e kanë pas para vetes tyre pamjen e xhenetit dhe xhehenamit. Letë ke pas ti më thon aty mosë që kjo është gjuna, sa e ka ditë çka i bën në gjuna në ditën e gjykimit. Edhe letë ke pas me ta më thon banë që të punë se kjo sevap, sa e ka ditë çka i bën në sevap ditën e gjykimit. Për dallim prej neve që i thu gjuna, na thuhet gjuna dhe na thuhet sevap dhe na me kur gjus kena me çka mi mot. Me çka kemi mot sevapin e gjunahin? Ku e mot? Me çka e peshon? Ku është para llogaritja e gjunahit edhe e sevapit? Kur pamja e xhenetit dhe xhenamit është irelevante te na. Është e padukshme. Është e pallogaritshme para vetes tonë, nga se nuk jemi edukuar në imanin tonë, dhe në bindjen tonë, dhe në brendësinë tonë me pamjen e xhenetit edhe xhenamit. Thot pastaj hatta idha thaba an-nas. Thot Aisha radiallahu anha, thot ka fol Allahu xhallashanu për xhenetin edhe për xhehenamin, po surat ja u ka ngulit thell pamjen dhe bindjen e xhenetit dhe xhehenamit, derisa thot Aisha radiallahu anha kur kanë zbrit pastaj ajetet dhe kur kanë zbrit halali edhe harami, thot i ke pas të gatshëm sahabët me u ndal në kufit e halalit, në kufit e haramit edhe me të gatshëm me të nxitur pastaj me vepru halalin.
E pastaj thot, me pasbrit në fillim, la tashrabul khamr, la qalu la nad'u al khamra abada. Thot Aisha khamra abada. Me pasbrit thot Aisha radhiyallahu anha. Me pasbrit në fillim ajeti që mos me pi alkohol, thot kishin me thonë ju. Pse me lanë alkoholin? Pse? Që kjo pyetja pse e të cilën na sot e bëjmë. Thot po që kjo zban be vëllai, se haram. Po pse haram? Po hajde se që po pse? Anë vëllai ndrum. Po e shohim si e kena një shkputje. Dikun e kena një shkputje mes asaj të cilën duhet me pas brendësinë tonë e asaj të cilën e kemi në të jashtmen tonë. Andaj na nevojitet kthim dhe investim dhe rishikim të pozicionit tonë përballë imanit. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala, afa man kana ala bayyinati min rabbih wa yatluhu shahidun min. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot apo si ata shembulli atyre nuk janë të barabartë ata të cilët janë ala bayyinati min rabbih. Ata janë bejjine, thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, është imani. Ata kanë qartë argumentet, bindjen e tyre ndaj Zotit. S'mujnë me kanë thot Allahu xhaleshanu të barabartë. Ata të cilët nuk i posedojnë imanin e pastaj yatluhu shahidun min, edhe pastaj lexojnë ajo që është dëshmitar për këtë që është Kur'ani. Pra imani pastaj Kur'ani s'mujnë me kanë thot Allahu xhaleshanu të barabartë. S'mund me kod barabartë në fjalë, s'mund me kod barabartë në vepër, s'mund me kod barabartë në adhurim, s'mund me kod barabartë në qetësinë e shpirtave, s'mund me kod në rahatinë e shpirtit ato. Sa të lashet i kanë sot muslimanët, e që do ta kemi temë veçantë, po sa të lashet i kemi na sot me kader vëllai. Me kader të Allahut azza wa jall. Sa të lashet i kemi na me rrezik. Me rrezik. Sa problemet i kemi që shpirtat tonë s'po qetësohen në lakmin ndaj dunjas. Këtë problem imanit Allah. Këtë problem imanit. Sa kemi problem na me ngrit nivelin e imanit që kur të thuhet gjuna me u trishtua, kur thuhet sevap me lakmun ta. Këtë njëjtë është. Andaj thot Allah subhanahu wa taala, s'mund me kod barabart. E pastaj thot Allahu xhaleshanu nurun ala nur. Edhe këtu kanë thonë dietar, nurul iman ala nuril Quran. Drita e imanit e pastaj drita e Kur'anit. Për ata vëllezër ndërum, nëse i shohim gjeneratët e hershme, kemi me pas ata ka ndodhur diçka e çuditshme. Ata ka ndodhur diçka e çuditshme. Kur e ka pranuar Islamin Abu Dharr al-Ghafari, ka shku te pejgamberi sa i ka thënë ja Rasulullah, wallahi ka thënë ja Rasulullah, ma naskutu abada. Kon kur nuk ka me hesht. Nuk heshti, sepse ka qenë hala koha e Mekës dhe vështirësive të zullumit edhe të maltretimit të madh që kanë pas. Ka thonë nuk heshti kur. Edhe ka dal para kurejshve, edhe ka thonë ndëgjoni krejt, ka thonë unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salatu wasallam është i dërguar i tij. Dhe e kanë marrë, e kanë rraf derisa nuk ka met trup o nuk ka met pjesë e trupit ti pa u përshku prej gjakut. Domthon pothuajse në deri në mbytje derisa ka shkuar Ibn Abasi, edhe ju ka thonë ataqtuluna rajulan min Ghaffar, ka thonë apo mytni një njeri prej fisit Ghaffar, ka thonë këtë tregtia jon çani na kalon. Abasi ka dorë me u kalu në një çështje që aty ne ju ka interesu. Ky iman vëllapton, kjo ka dëshmëri për sakrificë, kjo ka dëshmëri çka ka bën imanin në zemrat e tyne. Sa dosht e tash, a dhe për çka po flasëm? Po flasëm për njerëz që e kanë shiju imanin, nuk kanë pas dije të mëdha fetare. A kuptoni, problemin e kem të informacione të shumta, të cilat nuk po arrim me i funksionalizu imanin ton. Ka dikuni problem. Bilali nuk ka ditë shumë prej fesë. Në fillet e para. Ai e ka shiju imanin vëllapën. Ai e ka shiju imanin. Ai e ka shiju besimin. Binde në Allah subhanahu wa taala.
dhe të çuditesh prej kaj ka ardhur ajo forcë dhe energji Bilalit gurt me i bart në trupin e tij, në shkretinën përvluse, edhe mos me dal për egoistina përveç se ajo që e kënaq Allahun subhanahu wa taala. Shqirbes ka mundësi besimtarit i organin me qu për imanin i tina. I organin nuk ka mundësi me lëviz imani. Nuk arrin imani me ja lëviz gishtin e tij. Me qu deri te Kurani, ja me qu deri te ku duhet. Nuk arrin imani, cilin Bilalin e ka qu deri me përballu çat presion edhe çat dhunë dhe çat maltretim, sot që iman nuk arrin me e fut në binart e veprimit të qetësisë ata cilët e bartin këtë iman. Çfarë imani është dash me pas vëllezër në familja e Jasirit ku pejgamberi son po i sheh domethënë para shahidllëku tyne. Për të vetëm ngjampën, për veç imani e pyetët aty në sabrën al Yasir. Sabër bani aptan. Inna maw'idukum al-janna. Xhenetin e keni të premtuar dhe xheneti ju pret. Çka që kam mjaftuar atyne. Dhe se ndrum. Imani është përcaktues i rahatisë së shpirtit, i qetësisë, i veprave tona, i punëve tona, por jo vetëm kaq. Jo vetëm kaq. Edhe imani është determinues edhe i pamjeve të jashtme dhe leximit të gjendjes edhe të situatave në për cilat kalojmë. Pa ta të çuditësh një të ngjarje, një të ndodhi, një të histori, një të mësim, e lexon, e ngon, e sheh, ai i cili ka iman dhe ai tjetri i cili s'ka iman. Këti ne jep tjetër rezultat, ati ne jep tjetër rezultat. A keni pa? Këto shohim për ditë. Për ditë e shohim. Këti ne jep tjetër rezultat, këti ne jep tjetër rezultat. Ama njëta ngjarje është, e njëta ndodhi është, me për të njëjtën situatë kalojnë, ama imani është determinues edhe përcaktues i pamjes edhe i leximit të ngjarjeve. Pastaj Allahu ndrum, njëri sheh me iman, nuk sheh me sy. Vallai me iman sheh, me dritën e imanit. Me dritën e imanit. Për shembull, e merr qen një besimtar, po e zam, kupton, një dikush i cili me iman i sheh gjanat kur shkon, po marr shembull, shkon qabe, kënaqet, e përjeton në Medinë çdo moment. A dini që kanë qenë njerëz kupton që janik. Në qabe kanë qenë. I qeshin para një ku, në qabe kanë qenë, kupton, ekshin ta, kupton, shkeshin në banjë në kut namazeve. I kanë qenë me jogurt dhe që kanë këto rite kineze kështu, çka më bë këto. Se imani është ai i cili të sheh. Me iman sheh njëri. Me iman sheh, mos e fajso kërkan, as për gjunahet, as për sprovat, as për gabimet, as për lëshimet, as për kur gjë. Mos e fajso kërkan, mos u mundu marsutu për kur gjë. Krejt problemi është e imani. S'ka problem tjetër, heq. Nuk ka. Ma të dhe koha jonë moderne, koha jonë në cilën po jetojmë, shembujt e muslimanëve në përvende ndryshme na tregojnë këtë rezultat. Imani është problem. Pra të shqyllë dhe ndrum në betejën e Hendekut. Në betejën e Hendekut. E dini se ajo përveç tjera është beteja e Hendekut, ka qenë edhe demaskuse edhe e tratisë jahudive mrena në Medinë që janë konë, fiseve, edhe deshifrimit ose demaskimit të munafikave. E njëta ngjarje ka ndodhur. E njëta pamje, në për të njëjtat istikame, e njëta ushtria ka mësy, ama rezultati në safat e medinalive është ndryshme. Rezultati është ndryshëm. Sprova ka shumë e ranë, Allahu subhanahu wa taala na përshkruan rezultatin e ndryshëm të njerëzve. Thot Allahu xhalla shanuhu, "Walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Kur i kanë pa krejt çat ndodhi dhe krejt ato që e kanë mësy Medinës, edhe krejt çka ka ndodh, thot Allahu xhalla shanuhu, kur i kanë pa ahzab, kur i kanë pa grupet e ushtrinë që ju kanë bashku, besimtarët kanë thonë hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe i dërgumit i tij. Por na ka premtu sprov, na ka premtu provim, mas cilës ka më ardh ndihma Allahu subhanahu wa taala dhe ka më ardh lirimi. Thot Allahu xhalla shanu, e ka thonë wa ma zadahum, e kjo nuk ua ka shtu atyre përveç se imanin dhe dorëzimin.
Ndërsa munafikat wa idh yaqulu al-munafiquna wal-ladhina fi qulubihim marad, e kur than munafikat dhe ata të cilët në zemrat e tyre kishin smundje, kur than ata ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura, Allahu dhe dërguari i tij a peshen se s'na kanë premtuar kurrë tjetër pos mashtrim. E njëjta ngjarje, rezultatet janë të ndryshme. Burimi i ndryshimit të rezultatit të pamjeve është imani dhe besimi, andaj jo rastisht Allahu xhallahu xhanu të dy grupet i ka përmend me ata e cila kanë ndiku dhe ka qenë përcaktuese në rezultatin e pamjes së ngjarjeve. Mu'minun edhe munafiqun. Besimtarët edhe munafikat. Andaj të nderuar vëllezër, do të shohim se imani ka fryte. Ka jep rezultate. Imani ka prova. Imani nuk është pretendim. Imani nuk është një diçka imagjinare. Imani është diçka i cili jetohet, i cili përjetohet, i cili shijohet dhe i cili përkthehet në fryte edhe në punë. E do të shohim me lenin Allahu subhanahu wa taala në takime tjera se cilat janë frytet e imanit, për të pa se imani është mrekulli, për mrekullive të mëdha të Allahut subhanahu wa taala që e mbjell zemrat e njerëzve, masi e kuptuam sot se sa i rëndësishëm është kthimi tek investimin e iman në besim në shtrimin tonë ndaj Allahut subhanahu wa taala, madje është çështja e parë me të cilën duhet të nisemi ndrejt Allahut subhanahu wa taala. Allahu na mundsoft shtimin e imanit e pastaj se rezultat i tij Allahu na mundsoft me pamjen e qartë të imanit, besimit, e nga brendësia, nga e jashtmja, që janë frytet e jashtme, e pastaj përjetimi i fryteve të mëdha në botën tjetër. Hadha sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.